Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish presidenti bullgar Rumen Radev fitoi zgjedhjet parlamentare me 44.58% të votave. Programi i tij prorus kundër korrupsionit rrezikoi një konsensus të fortë midis votuesve të vendit më të varfër në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave jo përfundimtare, ky rezultat i jep koalicionit Bullgaria Progresive të Radevit të udhëhequr nga 62 vjeçari shumicën absolute prej të paktën 132 mandatesh në parlamentin me 240 deputet. Radev, i cili ka udhëhequr vendin në vitin 2017 deri në vitin 2026, dha dorëheqjen në janar për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare dhe fitoria e tij i jep kartën për formimin e qeverisë së re. Një fitore shpresë i vlerësoi ish presidenti bullgar Rumen Radev zgjedhjet parlamentare pasi u numëruan 60.79% e votave. Ky rezultat, siç u raportua në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lejoi Partisë Bullgare Progresive të siguronte një shumicë absolute në parlament me afërsisht 45% të votave dhe të paktën 132 nga 240 vende gjithsej. Bullgaria Progresive ka fituar pa më dyshe një fitore shprese mbi mosbesimin, një fitore lirie mbi frikën, u tha Radev gazetarëve në Sofje. Believe me, strong Bulgaria in strong Europe needs critical thinking, needs pragmatism, because Europe has fallen a victim to its own ambition to be a moral leader in a world without rules. Më besoni, një Bullgari e fortë dhe një Europë e fortë kërkojnë mendim kritik dhe pragmatizëm. Europa ka rënë viktimë e ambicjes së saj për të qenë një udhëheqëse morale në një botë me rregulla të reja, deklaroi ish generali i forcave ajrore. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ironizoi pjesëmarrjen e ulët të bullgarëve që jetojnë në Maqedoni në zgjedhjet parlamentare në Bullgari. Pas publikimit të shifrave zyrtare, Istria Mickovski deklaroi se edhe pse fituesi Radev po odhë se në Maqedoni jetojnë mbi 200.000 bullgarë, në zgjedhje kanë dalë vetëm 250. Pres që qytetarët bullgarë, të cilët votojnë në Bullgari, do të zgjedhin kryeministër, i cili do të jetë i orientuar drejt Europës për marrëdhënie të mira ndërfqinjësore dhe në vend të çështjeve bilaterale do të përkushtohet në vlerat e vërteta themelore europiane dhe jo të kontesteve bilaterale që burojnë nga mesjeta, deklaroi Istria Mickovski. Ministri Çipriot i Transportit Alexis Vafedes paralajmëron për rrezikun e mungesave të karburantit për avionët. Nuk jemi në një situatë të rrezikshme, por ekziston dhe mund të prek çdo qytetar, deklaroi ministri Çipriot. Reagimi erdhi në Këshillin e Bashkimit Evropian në Bruksel, ku ai kryeson një videokonferencë jo formale të ministrave të transportit të mbledhur për të diskutuar krizën energjetike. Duhet të jemi të vetëdijshëm për të përgatitur për ballimin e kësaj situate që nuk do të kalojë lehtë, shtoi ministri Çipriot. Sipas tij, Europa mund të përballet me një problem afatshkurtër të furnizimit me karburant dhe një problem afatmesëm dhe afatgjatë të kërkesës. Sipas Komisionerit Evropian për Energji, Dan Jorgenson, Europa po kalon nga kriza e çmimeve të larta drejt një krize të mundshme furnizimi që fillimisht mund të ndihet te karburanti ajror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump konfirmon zgjatjen e armëpushimit me Iranin deri në një afat të pacaktuar, një vendim që ka ngjallur reagime të menjëhershme nga zyrtarët në Teheran. Sipas Mahdi Mohammadi, këshilltari i kryetarit të parlamentit iranian, ky veprim përbën një strategji për të blerë kohë përpara një sulmi të ri surprizë të mundshëm ndaj Iranit. Burime nga udhëheqja politike iraniane i thanë agjencisë Reuters se negociatorët e Teheranit janë të gatshëm të marrin pjesë në bisedime me Washingtonin, por vetëm nëse SBA heq dorën nga politika e presionit dhe kërcënimeve dhe ndalon kërkesat për dorëzim pa kushte. Situata është përshkallëzuar më tej pas kapjes së dy anijeve tregtare nga forcat amerikane, një veprim që Irani ka dënuar ashpër, duke cilësuar piraterinë në det dhe terrorizëm shtetëror. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kapën një anije me flamur iranian në gjirin e Omanit në një përpjekje të saj për të shmangur bllokadën detare amerikane. Gjëra ndodhi ndërsa arpushimi 10 ditor për të cilin u pajtuan Washingtoni dhe Teherani do të skadojë të mërkurën. Pasiguria lidhur me raundin e dytë të mundshëm të bisedimeve ballë për ballë përmes delegacioneve amerikane dhe iraniane në Islamabad të Pakistanit po vazhdon pasi media shtetërore iraniane thanë se Teherani nuk do të dërgojë ekipin e tij për takim. Trump kërcënoi me sulme të reja ndaj të gjitha centraleve elektrike dhe urave iraniane nëse nuk arrihet marrëveshja. Presidenti iranian Masud Pezeshkian akuzoi Shtetet e Bashkuara për provokime dhe shkelje të armëpushimit. Pezeshkian kritikoi ashpër Washingtonin për shkeljet e vazhdueshme të angazhimeve, ngacmimeve dhe sjellje të paarsyeshme gjatë negociatave dhe periudhës së armëpushimit, raportoi agjencia e lajmeve iraniane, duke cituar një deklaratë në lidhje me një telefonat midis presidentit dhe kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif, i cili po ndërmjetëson midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krahas asaj, ministri i jashtëm iranian Esmail Bakai deklaroi se mundësia e transferimit të rezervave shtetërore të Iranit nuk ka qenë kurrë në tryezën e negociatave me Shtetet e Bashkuara, përsëriti zëdhënësi cituar nga mediat iraniane.
Agresioni i SBA-s dhe Izraelit ishte rrënje pas sigurisë në gjirin persik dhe ngushticën e Hormuzit, deklaroi ministri i jashtëm iranian Abbas Arkaghi. Sipas një njoftimi nga qeveria iraniane, Arkaghi u takua me të dërguarin special të Koreas së Jugut në Teheran. Ministri i jashtëm i Iranit u bëri thirrje vendeve të marrin një qendrim të qartë dhe të vendosur në dënimin e këtyre sulmeve. Gjithashtu, shefi i diplomacisë iraniane njoftoi se vendi i tij ka marrë masa sipas ligjit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë dhe interesat e tij, duke shtuar se përgjegjësia për pasojat bie mbi agresorët. Deklarata vjen pasi Irani tha se kishte sekuestruar 2 anije në ngushticë dhe një anije të tretë mallrash që u sulmua. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, informoi mbi planet e Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit në Iran. Në një intervistë për BBC, Levitt deklaroi se SBA po shtrëngon plotësisht ekonominë e Iranit përmes bllokadës. Ata po humbasin $500 milion në ditë. Nuk mund t'i paguajnë njerëzit e tyre si rezultati i kësaj mase ekonomike që presidenti Trump u ka imponuar, tha Levitt. Më herët, kreu i shtëpisë së Bardhë tha se po e zgjatar pushimin sepse leadershipi i Iranit, i shkatruar nga lufta, është i përçarë dhe i duhet kohë për të dalë me një propozim për t'i dhënë fund konfliktit. Gjithashtu Trump deklaroi se bllokada amerikane ndaj anijeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane do të mbetet në fuqi. Bashkimi Evropian kufizon pagesat me para në dorë. Nga 10 korriku 2027 do të vendoset një rregull i ri në të gjitha vendet anëtare ku do të lejohen pagesat deri në €10.000. Rregulloria e re do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në blerjen e automjeteve, pasi një pjesë e madhe e transaksioneve, veçanërisht për automjetet e përdorura, deri tani shpesh janë kryer me para në dorë. Sipas rregullave të reja, të gjitha pagesat mbi €10.000 do të duhet realizohen përmes transaksioneve bankare, kreditit ose mënyrave të tjera pa para në dorë. Nuk lejohet as shmangja e kufizimit duke e ndarë shumën në disa pagesa më të vogla. Kufizimi nuk do të vlejë për transaksionet mes personave privat me kusht që të mos bëhet fjalë për aktivitet të fshehur biznesi. Krahas asaj, për pagesa mbi €3.000 blerësit do të duhet të paraqesin dokumente identiteti, ndërsa shitësit do të jenë të detyruar të regjistrojnë dhe të ruajnë të dhënat. Qëllimi kryesor i masës është rritja e kontrollit mbi transfertat financiare dhe parandalimi i pastrimit parave dhe transaksioneve ilegale, të cilat shpesh lidhen me pagesat e mëdha në kesh. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.